Në 24 orët e fundit, policia Lezhës ka ndërmarrë një sër veprimësh në luftën kundër informalitetit dhe shkeljeve të ligjit, duke proceduar disa shtetas dhe sekuestruar madhra të dyshuar si të kontrabanduara. Sipas bluve, specialistët për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare proceduan penalisht 2 shtetas që ushtronin aktivitete tregtare në informalitet. Gjatë kontrolleve u sekuestruan madhra të dyshuar pa dokumentacionin përkatës, si dhe 2 automjete që përdoreshin për transportimin e tyre. Një nga rastet u procedua shteti si SM, 34 vjeç, administratori një subjekti në Tiranë që tregtonte elektroshtëpiake. Policia kapi një punonjës të këtij subjekti, shtetasin AM, 27 vjeç, duke transportuar pajisje pa faturë, ndërsa rezultoi se ishte i punësuar në mënyrë të paligjshme. Madhrat dhe automjeti u sekuestruan si provë materiale, ndërsa në aksin rrugor Milot Thumanu kap shtetasi, RE, 20 vjeç, banues në Kukës, duke transportuar veshje dhe artikuj të ndryshëm të dyshuar si të kontrabanduara, të cilat dyshohet se i shiste online. Edhe për këtë rast, madhrat dhe automjeti u sekuestruan. Në fushën e sigurisë rrugore, shërbimet e policisë arrestuan në flagrancë shtetasin PG, 51 vjeç, pasi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Gjithashtu nisi procedimi penal për një 17 vjeçar, që u kap duke drejtuar mjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë në Kurbin, një 55 vjeçar ka kallëzuar se është dhunuar fizikisht nga disa persona të pa identifikuar pranë kryqëzimit të patokut. Ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërsa policia po punon për identifikimin e autorëve. Materialet proceduriale për të gjitha rastet janë referuar në prokurori pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Lezhë për veprime të mëtejshme.